Përshëndetje, mirë se erdhe në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit gusht për shenjën e peshqve. Në javën e parë të gushtit, ju shoh shumë të fokusuar tek ndryshimi, tek një transformim i brendshëm, doni të jeni versioni më i mirë i vetes tuaj. Dhe për të arritur këtë transformim, do të analizoni të shkuarën, problemet, gabimet, gjithçka dhe do të fokusoheni si të mësoni nga ato eksperienca në mënyrë që të bëni zgjedhjet e duhura. Dhe kjo vjen duke në radhë të parë duke marrë përgjegjësi, pra duke kaluar nga viktimizimi tek të thënurit që jo, edhe unë kam gabimet e mia, këto gjëra mund t'i kisha realizuar ndryshe, dhe mësova nga këto eksperienca, prandaj është më mirë që mos t'i përsëri. Se mund t'jetë diçka e thjeshtare për disa peshq, mund të thoni kam konsumuar shumë alkool gjatë verës, tani do bëj një detox, do e heq dorë përfundimisht, dikush mund të thotë kam konsumuar shumë duhan, dikush mund të thotë duhet të kem kujdes me ushqimin, pra mund të jetë diçka e thjeshtë që lidhet me përditshmërinë tënde dhe ka fokusin tek shëndeti dhe të bën të ndjehesh më mirë duke bërë prioritet trupin, mirëqenien tënde. Për dikë mund të jetë një gjë më e thellë, nga ana emocionale, mund të jetë të kesh mësuar nga një eksperiencë që lidhet me dashurinë, me një raport nga e shkuara, apo ka të bëjë me mënyrën se si ti ke menaxhuar paratë, kohën tënde. Çfarëdo qoftë kjo për ty në mënyrë specifike, do të ketë momente ku do ta ndjesh veten i gjykuar ose i gjykuar nga këto zgjedhje që ti po bën. Persona që të kanë njohur më përpara mund të të kritikojnë në javën e parë, mund të thonë, po ti gjithmonë ke dalë, për shembull, po ju jap një ide, sepse sigurisht situata do të jenë të ndryshme, ky është një lexim i përgjithshëm, por dikush mund të thotë, ti nuk konsumon më alkool, ti pije çdo fundjavë, apo ti dilje çdo fundjavë, dhe nuk e kupton, edhe ti vetë mund të kesh të vështirë për ta kuptuar se si këto persona, tani që ti po bën zgjedhjen e duhur, në vend që të të përkrahin, në vend që të të mbështesin, në vend që të thonë bravo, përkundrazi të kritikojnë, përkundrazi duan të të kthejnë sërish tek të njëjtat vese, tek të njëjtat probleme. Dhe me largimin e këtyre, sigurisht me largimin e këtyre sjelljeve, veseve, duke marrë përgjegjësi, do duhet që edhe ti vetë të gjykosh ose të bësh një lloj zgjedhje më të mirë në lidhje me shoqërinë dhe me personat që ti mban afër vetes tënde. Nëse ato nuk të shtyn për mirë që ti të përmirësohesh, nuk të duartrokasin në momente që ti bën zgjedhjet e duhura, do të thotë që ke nevojë për një detox edhe nga njerëzit negativ dhe nga energjitë negative rreth vetes tënde. Po sigurisht ky nuk është një proces i lehtë, është një proces që sjell vështirësi peshq, edhe sjell ngarkesë mendore, ngarkesë emocionale. Në javën e dytë, unë shikoj që do ta keni pak të vështirë të mësohesh me një rutinë të re, kur ke pasur një regjim të caktuar ose një rutinë të caktuar, bëhet e vështirë. Nëse je mësuar që ti del çdo fundjavë dhe tani ke një jetë më rutinë, më monotone, dhe nuk ke më mundësi të argëtohesh apo të mbash të njëjtin stil jetese, ajo çfarë është e shëndetshme ndonjëherë është e mërzitshme. Ajo çfarë është e shëndetshme ndonjëherë nuk ka të njëjtën shije ose të sjellë të njëjtin entuziazëm, si diçka që nuk është e mirë për ty, por të jep atë satisfaksionin e momentit. Dhe këtë do ta ndjeni veçanërisht në javën e dytë. Java e dytë ku do jetë pak intensive dhe energjia, sepse kemi dhe eklipsin e hënës së re ose eklipsin e diellit në Luan, dhe kjo energji të bën thirrje, të thotë, çfarë do që ti jesh ky versioni i ri i vetes tënde, se Luani lidhet sigurisht me potencialin ton, lidhet me identitetin ton, dhe të thotë ndonjëherë duhet të transformohesh vetëm, pa duartrokitje, pa vëmendje nga të tjerët, pra mendoje veten si një far
në errësirë. Kjo është energjia e eklipsit të Luanit. Ti tani je në fazën e një farë në dhe, pra nga vështërsitë, nga dheu, nga ambienti rreth teje, njerëzit nuk e shikojnë akoma potencialin tënd, të gjitha ato punë që ti duhet të bësh me veten tënde, duke u kujdesur nga ana mendore, nga ana fizike, duke bërë zgjedhje të duhura, duke bërë sakrifica plot, më vonë do të shpërthesh në potencialin tënd maksimal, do të shpërthesh në një lule, do të shpërthesh në ngjyra plot, do të tregosh botës kapacitet se sa kapacitet ti ke realisht, por shpesh njerëzit nuk e shohin, shohin produktin përfundimtar, nuk shohin të gjitha ato punë që është bërë në heshtje, vite me radhë, të gjitha ato net pa gjumë që mund të kesh kaluar, të gjitha ato sakrifica orë të tëra në palestër, sakrifica me ushqimin, sakrifica me të mos shpenzuarit në kohë pa kohë, disiplinën, nuk e shikojnë disiplinën e vazhdueshme. Mendoje veten dhe eklipsi do thotë këtë gjë, nëse ti e do vërtet këtë ndryshim pozitiv, atëherë duhet vazhdosh me disiplinë, ti qëndrosh këtyre rregullave që ti ke vënë vetes tënde, ti të çosh deri në fund, të mos heqësh dorë. E do kesh momente që do thuash nuk mundem, ta lë fare, nuk e vazhdoj dot, është shumë e lodhshme, është shumë stresante, por nëse do vërtet, do të vazhdosh të ndjekësh planin që ke krijuar për veten tënde. Java e tretë më pas do të jetë një javë ku sërish kjo pjesë është pak e ngarkuar për ju pesh, nuk është e lehtë, do futemi tek mbas eklipsit, futemi edhe tek sezoni i virgjëreshës nga data 23, dhe sezoni i virgjëreshës është një energji pak më rutinë, e mërzitshme, po të ndjekurit të njëjtave gjërave çdo ditë, shumë rregull, gjithçka e matur, dhe peshqit nuk e kanë të lehtë këtë gjë. Nuk ju pëlqen shumë strukturat, nuk ju pëlqejnë shumë rregullat, doni t'i bëni gjërat siç i ndjeni, e keni pak të vështirë mbajtjen e një sistemi. Peshqit ndonjëherë në varësi edhe të hartës tënde astrologjike, nëse ke edhe shenja të tjera, sidomos shenja toke, kanë pak të vështirë të mbajnë peshën në kontroll peshqit, sepse nuk doni, edhe kur flini, doni të flini kur ju flihet, doni të flini, ndonjëherë flini me orë të tëra, ndonjëherë lini gjithë natën pa gjumë, ndonjëherë zgjoheni shumë herët, ndonjëherë flini deri në orën 12 të drekës, pra nuk ju pëlqen shumë rregulli edhe sistemi. Gjë që e kërkon pikërisht ky transformim që ju doni për veten tuaj, të jeni versioni më i mirë i vetes, duhet punë, duhet disiplinë. Dhe ju shoh prap nervoz, prap të irrituar, prap të acaruar disi, duhet një kohë derisa të arrini atë çfarë ju keni nevojë, dhe vetëm brenda gushtit, varet nga plani që keni, por për një muaj ato synime që i keni vendosur vetes nuk besoj t'i realizoni, kështu që jepini vetes durim, kujtoja vetes her pas here se çfarë dëshirash ti ke dhe se çfarë fokusi ke për të ardhmen. Merri hapat ngadalë, jo, rezultatet nuk shihen menjëherë, duhet kohë, por je në kohën e dur për ta bërë këtë gjë peshk, sepse fundi i muajit mbyllet me datë 28 gusht me eklipsin e hënës së plot në shenjën tënde, në peshk. Dhe ky është një shpërthim i madh për peshqit, është një çlirim i jashtëzakonshëm emocional. Hëna e plot gjithmonë nxjerr gjërat në sipërfaqe, por kur është eklips, është akoma edhe më e fuqishme, është si të nxjerrësh
një siklet, një të keqe që e ke pasur brenda vetes për shumë kohë, e nxjerr në sipërfaqe dhe duke e nxjerr në sipërfaqe pastrohet, hiqet, eliminohet, ti ndjesh shumë herë më mirë. Pa them këtë sepse shikoj në javën e fundit që do të filloni të keni më shumë konfidencë, njerëzit do t'ju komplimentojnë, do të merrni vëmendje më shumë, do të ndiheni, ju vetë do të ndiheni më mirë, sepse rezultatet e disiplinës e punës do duken deri në fund të muajit, ndoshta jo të keni arritur 100% deri aty ku ju dëshironi, po prap duket përmirësimi dhe do të filloni që të ndjeni me kokën lart, më mirë me veten tuaj, njerëz që ju komplimentojnë, do filloni të keni mundësi më shumë, njerëz që flasin me ju dhe ju përgëzojnë, të gjitha këto do t'ju japin një shtys, një motivim që po, të gjitha këto kanë qenë zgjedhjet e duhura. Vetëm në momente kur ti ndjen vështirësi, në momente kur ti ndjen që nuk po ecën asgjë, ato janë momente ku duhet punosh më shumë, ato janë momentet ku duhet japësh më shumë forcë vetes tënde. Edhe nga orakulli, mesazhi për ju më thot release, çlirim. Pra kjo do të ndihmojë në procesin e shërimit, të çlirohesh nga ana emocionale, të heqësh këtë ngarkesën që ti ke. Kjo është një nga periudhat më të mira për të bërë edhe banjën shpirtërore, sidomos data 28 gusht, nëse jeni të interesuar, unë kam 2 video në YouTube që e shpjegoj se si mund të realizoni banjën shpirtërore në kushtet e shtëpisë. Mund t'i gjeni shumë lehtë, thjesht kërkoni tek faqja ime, kërkoni banjën shpirtërore dhe aty sigurisht janë falas pa pagesë, mund të shikoni edhe ta realizoni vetë në kushtet e shtëpisë dhe diçka tjetër për peshqit është shumë mirë edhe pastrimi nëpërmjet detit, të jeni në det, në oqean, pra në një vend me ujë që lëviz në mënyrë që uji është një nga format më të mira të pastrimit, të detoksit të energjive negative dhe të vetes tënde. Dhe mund të thuash si një ritual, pra nëse shkon sidomos me datë 28, duhet keni kujdes atë ditë se zakonisht ka dallë shumë kur është eklips, kur është hënë e plot, dhe ti e thua me qëllim kur shkon në plazh ose në një vend bregdetar ose në një vend që ka ujë, edhe thua dua që ky ujë të më pastroj, të më largoj çdo gjë që më bllokon, çdo negativitet, çdo vështirësi, çdo eksperiencë negative që kam kaluar, gjithçka, pra të bën një lloj lutje me veten tënde, thua disa gjëra si ta ndjesh ti në zemrën tënde, nuk ka diçka specifike, por imagjinoje sikur uji i detit, i oqeanit të heq gjithçka, të pastron, të largon çdo gjë që është negative, çdo gjë që nuk është e mirë për ty. Edhe në mënyrë po të bëjmë krahasimin shpesh kur bëhen pagëzimet, personi që po pagëzohet futet në ujë dhe del nga uji versioni i ri, pra simbolika e ujit është shumë domethënëse për pastrimin spiritual dhe ju a rekomandoj patjetër peshqve, sidomos ato që janë në këtë procesin e transformimit, përmirësimit të vetes së tyre, që ta shfrytëzojnë sepse është në shenjën tuaj ky eklips. Shfrytëzojeni fundin e muajit, bëni këtë lloj pastrimi, shkoni në një vend bregdetar ose në një vend afër me ujë ku ti ke mundësi të futesh edhe të largosh energjinë tënde. Jo pishin, mund ta bësh nëse nuk ke mundësi, bëje në kushtet e shtëpisë, nëse ke vask ose edhe në dush, thjesht me një tas me ujë që ti e përgatit. Në të kundërt, opsion tjetër pastaj është sigurisht në një vend bregdetar. Okej, peshq, unë ju uroj gjithë të mirat, ju falenderoj shumë që më ndoqët e bashkë do dëgjohemi në videot e ardhshme. Lutem më lini një like, një koment, e nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga linku i website-it tim në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë dhe tek përshkrimi. Uroj gjithë të mirat, mirupafshim.